që nuk ka pasur thirrjet seancës, për këtë arsye ka qenë e mbyllur. Se po e sheni këtë situatë kur ju po shkoni në kuvend, por që... Nuk është tempulli i demokracisë, kuvendi i Kosovës. Nuk është tempulli i demokracisë, është e kapne. Kanë arroganca e numrave është të qeverisë këtë vend. Dashuria për adhem nuk matët me numrat për numrin e votave. Po shteti po jë shteti. Mos të mashtrohet dikush se i ka 50 apo 60% dhe ata 40% nuk kanë të drejtë në shtet. Ata mund të mos kenë të drejtë në pushtet, sepse ai është rezultati zgjedhor çfarë është. Pushteti u takon njerëzve të saj. Kuvendi i Kosovës ka kohë që nuk është më të luajë rolin e tempullit të demokracisë. Është pa mundsohet deputetët e kuvendit që ta mbikëqyrin qeverinë që është baza, parimi kryesor i demokracisë. Ne jemi këtë situatë që jemi. Është situatë e vështirë dhe e keqja më e madhe është se kërkon s'po drokut një dritë në fund tunelit. Ndërka se shihni rolin e kryesuesit Avni Dehari, i cili ditë më herët pra kur pati